Përshëndetje, kjo është një tjetër video ku do t'ju informojmë për shkeljet e organizatës Mujahedina. Në datën 25 korrik 1988, shënohet një ndër ngjarjet më tragjike në historinë e organizatës së Mujahedinëve të popullit. Pas pranimit të armëpushimit mes Iranit dhe Irakut, udhëheqësi i organizatës Mujahedine, Masud Rajavi, mori vendimin për të ndërmarrë një operacion ushtarak që sipas tij do të çonte në rrëzimin e Republikës Islamike brenda pak ditësh. Sot flas në cilësinë e kryetarit të një shoqate humanitare që mbështet ata të cilët janë dezertuar nga organizata Mujahedina dhe ndodhen në Shqipëri. Gjatë viteve, shoqata Nejat ka dëgjuar dhe dokumentuar dëshmi të shumta nga ish anëtarë të organizatës Mujahedine nga familjet e tyre. Sipas këtyre dëshmive, shumë të rinj nga vende të ndryshme të Europës u bindën se përmes propagandës që t'i bashkoheshin organizatës do të kishin një jetë më të mirë. Shumë prej tyre nuk kishin asnjë përgatitje ushtarake dhe nuk kishin mbajtur kur një armë në dorë. Megjithatë, ata u dërguan në një operacion me rrezik tepër të lartë. Rezultati ishte tepër tragjik. Sipas burimeve të ndryshme dhe dëshmive të ish anëtarëve, mbi 1400 persona kanë humbur jetën gjatë këtij operacioni, ndërsa një numër i madh familjesh humbën jetën dhe fëmijët e tyre. Gjatë një periudhe tjetër të caktuar, shumë të tjerë mbetën me plagë dhe vazhdojnë ende sot të gjymtyruar. Për ne, kjo nuk është vetëm një çështje historike, por është një çështje njerëzore. Shoqata Nejat vazhdon të mbështesë familjet që për shumë vitesh kërkojnë të kenë kontakt me të afërmit dhe fëmijët e tyre. Sipas dëshmive që kemi mbledhur, një pjesë e personave që u bashkuan organizatës, përfshirë dhe ish robër lufte, u mbajtën për vite të tëra larg fëmijëve dhe familjeve të tyre, me premtime se një ditë do të riktheheshin në një jetë normale. Për shumë prej tyre, ky premtim nuk u realizua kurrë. Dhe sot ka prindër që nuk e kanë përqafuar kurrë fëmijën e tyre prej shumë dekadash. Ka motra dhe vëllezër që nuk kanë patur mundësi të komunikojnë me të afërmit e tyre dhe gjithashtu, ka njerëz që nuk janë ndarë në mënyrën e duhur me bashkëshortit e tyre, jo me kokën lart për të qenë pjesë e një organizate për një jetë më të mirë ashtu siç pretendonin, por janë ndarë nga fëmijët dhe bashkëshortit e tyre në mënyrë mizore. Shoqata Nejat beson se çdo njeri ka të drejtën të zgjedhë jetën e tij lirisht, të komunikojë me familjen dhe të mos mbahet i izoluar me botën e jashtme. Mesazhi ynë është një dhe vetëm i qartë. Asnjë ideologji dhe asnjë organizat nuk duhet të sakrifikojë jetët e njerëzve për ambicie të ndryshme politike. Kujtimi i atyre që humbën jetën duhet të shërbejë një mësim për të ardhmen, ndërsa ata që janë ende duke jetuar jetën e tyre në izolim, duhet të kenë mundësinë të ribashkohen me familjet e tyre dhe të jetojnë të lirë. Ky është qëndrimi ynë si shoqata Nejat Albania dhe do të vazhdojmë të mbështesim çdo përpjekje që synon mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, të drejtën për kontakt me familjen dhe dinjitetin njerëzor të çdo individi. Faleminderit.